kthimi ka të vdekurit, lutja të vdekur në emër të Allahut se janë evlija, po çka janë kështu më radh? A është nikje tek Allahu, a është nikje prej Allahut? Është nikje prej Allahut, nuk është nikje tek Allahu te barekutaala. Njerëzit kur kanë sprova, kanë të lashe, ku ikin? Të fillon tyrbeja. Një qiri, do pare, edhe në regullin, apëtën. Kusht ka thonë kështë, apëtën? Kusht ka mësu kështë? Allah pëtë, ikni të Allahu, ikni për qëtujnë ikni, të Allahu të barekutaala. Ju me shku të ata, nga se ata nuk qëjnë të Allahu të barekutaala, ata nuk qëjnë të Allahu azza wa jall. Ju që zdojnë, po s'munën. Nuk ka që, po ka i mund gjallë, do të po qashtu shkojnë të Allahu, se nështë në ingrat, i mirë u konë, pa i s'munët, a i nuk munët. Vdekurit në Uhud, shahidat e Uhudit, a janë evlija, që e mërë me një këtë. Shahidat në Uhud, Hamza radiallahu, është evlija. Po brata, doshtit Allahut, ela inna evlija Allahu, kushin evlijat Allahut? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata që kanë besuar në Allahun xhallahu dhe kanë qenë devotshëm. Hamza radiallahu është, na besojmë që është, vullën përfundorja Zoti i gjithësisë, se ato më që mund të evlija, të Allah se krymë punë, po na besojmë që ata janë njerëz më të mirë, mirë të ndëzërën. Kur kanë rënë shahid dëshmorët e Uhudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në raport me dëshmorët e Uhudit, ai ka thonë sahabeve, lutuni për ta apo lutni për ty një më lutë për juve. Që shukon hesapin në të vaktat? Këta janë më të mirë, që në so jënë hala, që shu si ndek hala, në shtanin ka paka, me thonë, thuni, lutni. Jo ka falë gjenazën, për nga gjenazë, që ka gjenazë? O Allah falje, o Allah banjo. Ti lutësh për ta? Psa i ka në i tash për lutjen tone? Kush do koftaj? A i të në vëzër, edhe kur ka vdek pejgamberi sa sahabët, që kanë bo sahabët? E kanë qitë pejgamberi sa në gjami, edhe tash tonë me thonë ja Rasulullah, ka i kërkes për në fund. Ka i kërkes për në fund, tonëve, me ne e për ka njëpër. A i ka thonë qëtët? Jo, e kanë la, e kanë pështil, e kanë falë gjinazën, e kanë vërus. Pejgamberi alayhi salatu wa salam. Andaj, që është të legjekshme Allah që na bëne doa për ta, që Allah më u falë, Allah më ngrit, e tani kur duna neve Allah më na falë, i thëjmë atyni, hajtë ti thujnë na falë. Si që se kuptaj. Allah nuk e kuptaj Allah. S'ka ishme të pa legjekshme Allah. S'ka kur fa legjike ke punë. E Allah të fefirru ila Allah. Te Allahu gjalla gjelalu, te tonë. Gjithë tek Allahu xhallahu ora, pa ndërmjetësim në adhurim. S'ka me ndërmjetësim. Të Allah nuk tha, fefirru ikni, te Muhamedi sa i qënë tek Allahu, a ka thonë? Jo, ka mujtë me thonë, më së ngushtu helmet. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah së ngushtuat nga vërteta, jo thot tamam që është duhet.